Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me emisionin Business Plus. Mosarritja e një marrëveshje për ndalimin e luftës në lindjen e mesme po mban në tension tregjet globale të naftës. Sipas ekspertëve, sa më gjatë të zgjasë ky konflikt, aq më e rëndë do të jetë goditja mbi ekonominë globale, e sidomos mbi vendet si Maqedonia e Veriut, që varen tërësisht nga importi i derivateve të naftës. Në Business Plus diskutojmë çfarë do të thotë kjo për bizneset, për çmimet e produkteve dhe për xhepin e qytetarit, por edhe çfarë duhet dhe mund të bëjë shteti. Të ftuar në studio kemi drejtorin ekzekutiv të Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriut, zërin Durim Zeqiri, dhe profesorin universitar Bujamindi Bela. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emision. Faleminderit shumë për ftesën, është nderë të jemi pjesë e kësaj studio. Atëherë profesor, do t'ja filloja këtë bisedë me juve. Benzina nga janari është shtrentuar nga 72 në 84 denar, ndërsa nafta është shtrentuar nga 64 dhe ka arritur diku rreth 95.5 denar. Maqedonia e Veriut si një vend i cili nuk prodhon asnjë pikë naftë, sa është e përgatitur për një krizë më të madhe energjetike, e cila sipas ekspertëve pritet të vijë. Po shqyqoni, në përgjithësi, Republika Maqedonisë së Veriut është ndikuar drejt për drejti, nga çdo lëvizje e çmimeve, posaçërisht lëndës së parë të energjencave, çdo destabilizim në aspektin global të luftrave, që ishte më herët lufta në Ukrainë, tash edhe problemet dhe lufta në lindjen e mesme, me të vërtet, si një vend i cili jemi të mvarur nga këto energjencë që potencuat edhe ju nuk prodhojmë në vendin tonë, ne jemi shumë të mvarur sepse e dim se çmimi final edhe i produkteve varet nga transporti, varet nga shpenzimet tjera operative që kanë të bëjnë drejt për së drejti me çmimin e derivateve të naftës, benzinës e kështu me radhë. Prandaj kjo rritje, shihet si një lloj rreziku, por kjo nuk është diçka që varet nga ne në mënyrë të drejtë për drejtë, varet nga gjerësia e konfliktit dhe nga aspekti i afatgjatësisë se sa do zgjat ky lloj konflikti atje, se çdo ndalesë e qarkullimit të lirë, domethënë të energjencave nga lindja e mesme për Evropën në përgjithësi është problematike. Nga ana tjetër është problematike për Maqedoninë e Veriut sepse problemet të cilat mund t'i ketë edhe kontinenti i Evropës me gjitha shtetet, ku e dim se ne eksportin kryesisht mbi 80% eksportojmë në vendet e Bashkimit Evropian, e në këtë pjesë Gjermania si një shtet partnere strategjike për Maqedoninë e Veriut, në qoftë se edhe ata kanë probleme, domethënë të rritjes së çmimeve, kjo drejt për drejti do të influencohet edhe në ekonominë e vendit. Prandaj kjo rritje, domethënë që e shohim, do varet kryesisht prej kohëzgjatjes dhe gjerësisë së konfliktit, në qoftë se sipas lajmeve të fundit, domethënë nuk arrihet marrëveshje paqe ose zgjerohet edhe në ndalesën e një ngushtisje tjetër nga ana tjetër detit Kuq, atje nga Jemeni do të ketë, domethënë duhet jemi të përgatitur për scenario edhe tjera, të cilat mund të ndikojnë drejt për drejti, prandaj edhe tek do flasim më vonë ndoshta për masat qeveritare, duhet jemi më koshient dhe të kuptojmë se gjitha masat nuk duhet domethënë të përdoren prej në fazën e parë, po të shohim domethënë cilët janë ato me cilën ne mund të përballojmë. Unë mendoj se vetëm si shtet me rezervat të cilat i kemi të dikun 60 ditë ishin të konsumimit, 90 e kemi domethënë në përgjithësi, me ato rezerva përdorimi i tyre nuk është domethënë pjesë në këtë fazë që mund ndikohet. Aspektet tjera të VSH-s, të akcizës, këto do të flasim pak më vonë për gjitha këto që i potencove. Zoti Zeqiri, me një krizë e cila po thellohet çdo ditë më shumë, parashtrohet pyetja sa është i vetëdijshëm shteti, por edhe komiteti i biznesit vendor për rrezikun real të cilën e paraqet kjo krizë dhe për një valë të dytë, e cila shumë shpesh po përmendet kohët e fundit. Ndoshta vetëdia është vetëm në plan deklarativ. Kjo është spaku pikpamja jonë si Odë Ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore.
dhe nuk është një vetëdije e cila është faktikisht edhe dokumentuar, por edhe punuar në plan strategjik të vendit, për shkak se kemi edhe nga eksperiencat e mëhershme, e dini që nga pandemia këtej kemi pasur disa kriza, përfshi këtu edhe një krizë të mëhershme energjetike, dhe kemi pa që nuk ka një qasje të themi konstruktive e institucioneve ndaj krizave të cilat po na kaprojnë, përfshi këto dhe këtë të fundit. Mendoj që ajo çfarë duhet kuptohet se neve si shtet kemi një deficit të theksuar tregtar dhe një shtet kryekëput i varur nga importi, jo vetëm i energjensve, por kryesisht i të gjitha produkteve, sidomos të atyre të konsumit të gjerë, të cilat bëjnë edhe pjesën jetike të ekonomisë tonë, dhe në anën tjetër kemi një strukturë të ekonomisë ku mbi 66% të GDP-s e plotëson edhe konsumi, që nuk kupton se rritja e çmimeve e cila de facto rezulton të jetë e pashmangshme, do të ndikojë edhe tek xhepi i qytetarëve, automatikisht e njëjta do të reflektohet edhe tek bizneset. Dhe nga ky prizëm vlerësoj që duhet kjo problematik të trajtohet në mënyrë sistematike dhe në mënyrë që institucionet pra të bëjnë atë që duhet bëhet me qëllim që të amortizohet kriza. E dini që kur ka kriza dhe kur ka mungesë të ofertës në treg, shpesh herë ka tendenca të ndryshme të cilat vinë si efekte anësore dhe nuk vinë me paramendim ndoshta. E para e cila paraqitet është inflacioni, për të cilën ndoshta edhe sot jemi ulur këto që të bisedojmë. Pastaj e dyta është edhe çështja e informalitetit, e cila si dukuri pastaj theksohet më tepër. Dhe kjo mendoj që e bën një qeveri të shëndoshme, logjik të shëndosh ekonomike dhe të planifikimit të mirëfillt, e bën të mendoj dy herë në atë se çfarë masa duhet të ndërmerr ajo qeveri. Dhe nga kjo ku edhe e nisa faktikisht diskutimin, mendoj që së pari një herë duhet të bëhet analizë e detajuar e asaj se çfarë është duke i munguar tregut nga kjo krizë e cila ka kapluar. Sa për statistikë të thjesht ju tregoj që mesatarisht në ngushticën e Hormuzit për gjatë viteve të kaluara kanë kaluar 130 anije në ditë, ndërkaq vetëm në muajin mars kanë kaluar vetëm 6. Kjo tregon për një statistikë e cila një statistikë faktikisht tregon për një fakt që do të kemi të kurrje gjithandej të produkteve të çfarëdo lloji qofshin ato. E më pas do të reflektohet edhe në krizën energjetike. Sa i përket mungesës së derivateve në vend, ju e dini që kostot operative në Maqedoninë e Veriut, këtë e themi çdo herë, janë ndër më të lartat në rajon dhe më larg, dhe në rast se kjo barë operative ushtohet kompanive, me automatizëm duhet të ndikoj edhe në çmimet përfundimtare, me çka do të ketë një disbalans apo do të ketë një luhatje sa i përket të mirëqenies socioekonomike të vendit. Andaj mendoj që qeveria duhet të thirret pra parimeve ekonomike dhe mos të merret me spekulime se çfarë ndodh në nivel global, por të bëjmë matjet e saj reale se çfarë do të ndodhur me ekonominë tonë, fluktuacionet e çmimeve, lëvizja, trendet si janë, dhe në bazë të asaj të bëjnë edhe parashikimet për 3 mujorën e ardhshëm apo edhe më lart, dhe kështu pastaj të veprohet. Një nga masat të cilat neve kemi sugjeruar jo vetëm gjatë krizës, për shkak se ne vlerësojmë që konkurrenshmëria jonë si shtet është në pikpyetje shumë të madhe karshi konkurrencës së jashtme, kemi kërkuar që për produkte të caktuara të rishqyrtohet të gjitha ato masa tatimore të cilat vendosen për mbrojtje të produkteve vendore. Pra kemi akciza të ndryshme, kemi norma të doganave për të cilat ndoshta do duhet të rishqyrtohen, kemi informacione që shumë prej tyre nuk janë të ndryshuara që nga mëvecimi i shtetit nga Jugosllavia, gjithsesi nga sistemi i mëhershëm. Andaj mendoj që për të qenë edhe më konkurrues, e pastaj edhe për ta sfiduar dhe për ta tejkaluar këtë krizë, duhet të revidohen shumë çka nga këto që e përmenda. E më e rëndësishmja është që të gjendet një zgjidhje për punën e krizave energjetike. Dua të them dhe dua të shfrytëzoj këtë studio, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore është i thare e mendimit dhe jemi lobues shumë të fuqishëm në këtë pikë që të krijohet një strategji kombëtare për energjetik, ku një pjesë, ku një kapitull i asaj strategjie të jetë edhe çështja e menaxhimit
me mungesë të energjensve të çfarëdo lloji qofshin ato. Dhe mendoj që në rast se i qasemi problematikave me dokumente strategjike të cilat do të jenë ndoshta edhe universale, por edhe konsenzuale në planin politik tani flas, mendoj që është një zgjidhje e duhur dhe vlerësoj që duhet t'i shmangemi strategjive, mendoj qasjeve të derissotshme që i kemi pasur, ku institucionet shpesh herë ndëgjojmë përdorimi i rezervave shtetërore për të menaxhuar me mungesat në treg. Unë mendoj që intervenimi i shpesht i shtetit në treg është i gabuar sepse e krijon një varësi të institucioneve të shtetit dhe të bizneseve ndaj asaj se çfarë do të vepron shteti, dhe e dyta krijon një konkurrencë jo të shëndosh dhe e zbe konkurrencën për shkak se bizneset nuk janë më të sigurt se çfarë do ndërmerr shteti, siç e dini, me marzhat e kështu me radhë. Andaj vlerësoj që edhe rezervat shtetërore duhet të parashihen në atë strategji që e potencova, vetëm për menaxhim me kriza të thella, pra për të tejkalu krizat, e jo për të menaxhuar me çmimet apo për të balancuar çmimet. Këtu duhet bëhet një distinkcion shumë i rëndësishëm. Pra, thoni se rezervat shtetërore të cilat i ka vendi jon, sipas deklaratave diku për 60 ditë, nuk duhet të përdoren në këto momente kur kemi rritje të çmimeve, por ekskluzivisht të lihen në rastet kur tregu mund të ketë edhe mungesë të furnizimit me naftë. Po, mendoj se kjo është abeceda e ekonomisë dhe menaxhimit me financa publike, për shkak se e dini që nuk mundemi ne të mos menjanojmë dhe të mos shkurtojmë kosto dhe shpenzime të mëdha gjithandej që i kemi në shtet. E dini se kemi shumë kosto të mëdha që buxheti i pëson për gjatë vitit. Mendoj që ndoshta do duhet të menjanohen ato harxime dhe ato humbje të parave dhe të dedikohen në kurjen e krizës. Këta mund ta bëjmë edhe përmes uljes së akcizave. Ulen të hyrat në arkën shtetërore, por në anën tjetër ulen edhe shpenzimet e kota. Mendoj që kemi një shtet dhe një administratë shtetërore shumë jo efikase, e cila e dëmton buxhetin rënd, dhe mendoj që kjo duhet përdoret. Në rast se thellohet kriza, atëherë vijnë në shprehje rezerva shtetërore. Dhe dua vetëm edhe një gjë ta potencoj. Mua më vjen keq që shteti ynë, por në shtetin ton rrjedhin informata se sa kemi rezerva shtetërore. Dini që ato janë informacione të klasifikuara, ndërkaq këtu çdo i dytë e din se për sa muaj kemi naftë, për sa muaj kemi themi dritër e kështu me radhë. Mendoj që sa janë, sa litra ruhen, ku ruhen. E keni parasysh. Mendoj që kjo tregon për jo seriozitetin dhe për jo pjekurinë shtetërore të vendit ton. Pastaj nëse e kuptojmë këtë pjesë, është më e lehtë për qytetarin dhe për bizneset natyrisht që të kuptojnë se pse jemi në këtë gjendje të cilën jemi dhe nuk mund të hapërojmë krahas konkurrencës që e kemi përreth. Profesor, para se të flasim për disa nga masat të cilat i përmendi edhe zotri Ezeqiri, më intereson se është e qartë se sektorët e transportit, të bujqësisë, apo edhe të ndërtimtarisë preken ndjeshëm nga rritja e çmimeve të derivateve të naftës, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë nëpërmjet rritjes së kostove të karburantit apo tërthorazi nëpërmjet rritjes së çmimeve të lëndës së parë. Më intereson se si po e përballojnë këto sektor këtë goditje fillestare themi të krizës. Po shqyqoni me vetë faktin se karburantet, domethënë, në këto sektor ndikojnë për shembull transportin ta marrim nga 30 deri në 50% të shpenzimeve përbërëse brenda atij sektorit ju takon shpenzimeve që kanë të bëjnë me karburant, të drejtë për së drejti, domethënë ndikon në çështjet e realizimit operativ, në çështjet e fitimit të realizuar që ka qenë para krizës edhe tash në kohë të krizës. Kjo është një prej sektorëve, domethënë drejt për drejti me kostot drejt për drejta, duke ashtu këtu edhe kostot operative tjera, është një prej sektorëve që me të vërtet ka një ndikim mjaft të madh në aspektin sepse është çështja edhe logjistikës. Nëse dështon ky lloj sektori, atëherë dështon në një farë mënyre edhe zinxhiri furnizues në përgjithësi, paraqitet ata që e përmendu kolegu më herët, mungesë madrave në tregun ose në ofertën e përgjithshme, dhe kjo drejt për drejti pastaj ndikon edhe tek rritja e çmimeve. Kjo rritje e çmimeve, domethënë, ndikon tek buxheti i qytetarëve, është domethënë një lloj zinxhiri me cilën efektet fillojnë domethënë të rriten dhe të kenë pasoja të drejt për drejta për ekonominë nacionale, që duhet domethënë roli i shtetit në këtë rast
është që t'i shef ata që e tha më herët. Me të vërtet duhet ketë një riprogramim ndoshta të atyre programeve qeveritare. Të shifet, domethënë të merret në analizë të sektorëve të cilët preken më së shumti. Pastaj scenario 1 se cila është, domethënë në maksimum se si mund të mbrohen këto sektor, siç është transporti, siç është prodhimtaria, siç është bujqësia, sepse po bëhet fjalë domethënë për një popullat e cila është mos them mbi 30% që lufton për mbijetesë. Ne duhet që si shtet paktën ushqimet bazë, domethënë pjesën e produkteve bazë ti mbrojmë me çdo kusht. Kjo është domethënë vija e kuqe e shtetit me të cilën edhe ofron një lloj mirëqenie sociale, një inkluzivitet të gjitha këtyre grupeve të cënuara, të cilët çdo rritje e shohin si një lloj kërcënimi për ekzistencën e tyre dhe në këtë drejtim duhet shiqohet domethënë se si të racionalizohen shpenzimet në aspektin shtetëror, domethënë si të jenë më efikas prokurimet publike, edhe kjo të mos ketë rritje, sepse jemi një shtet i cili veçmo gjitha investimet të cilat i bëjmë në shtet të shohim të investimet kapitale historikisht, jo vetëm brenda krizës, jashtë krizës. Domethënë kemi mungesë të kapaciteteve njerëzore, ndoshta me qëllim, pa qëllim, në një farë mënyre realizimi është i dobët, andaj këtu të bëhet presioni që ato paratë të cilët janë të shfrytëzohen në mënyrë sa më racionale. Tjetër te prodhimtaria njëjtë, domethënë çmimi i kostos është energjia prej 20 deri në 40%, pastaj te bujqësia njëjtë, domethënë ato arat të cilat duhet punohen përmes mjeteve, traktorëve të ndryshëm, edhe ato përdorin karburant. Domethënë tjetër është qëllimi kryesor këtu, unë shoh ato të cilën nuk mund të ndikojmë në faktorët e pakontrollueshëm që na vijnë nga jashtë, siç është domethënë rritja e çmimit të plehrave, të cilat i përdorim në bujqësi, për shembull, sepse një 18% domethënë të furnizimit global vjen nga ato vende. Ajo përbërësi kryesor i gazit i cili është te përbërja e plehrave, ajo në mënyrë të drejtë për drejtë ndikon në çmimin e atyre të cilët si lëndë e parë përdoren për prodhimtari. Tash këto janë faktorë të pakontrollueshëm, nuk mund ndikojmë vetëm e përcjellim në vazhdimsi, në konzistencë, se si domethënë të rritet intensiteti i reagimit shtetëror në këto sektor. Prandaj duhet jemi të vëmendshëm që mos të preken. Pastaj e përmendet edhe më herët ndërtimtaria. Domethënë edhe një prej sektorëve cilët është një multiplikator për ekonominë nacionale, se rritja vetëm transporti i materialeve bazë, e më pastaj domethënë çimentoja, hekuri e kështu me radhë, edhe aty kemi rritje të çmimeve. Kjo rritje e çmimit pastaj mund ndikon drejt për drejt edhe në rritjet e çmimeve finale, që e vështirëson mirëqenien ekonomike të qytetarëve të Republikës Maqedonisë së Veriut. Zoti Zeqiri përmendi disa nga masat të cilat i ka ndërmarrë qeveria, siç është ajo ulja e TVSH-s apo ulja e akcizës. Mirëpo nëse e shohim në praktikë nga fillimi i vitit, kemi rritje enorme të çmimeve të derivateve të naftës, diku rreth 44%. Pyetja që parashtrohet është ajo se a ishin në kohë të ndërmarra këto masa, apo thjesht ishte një përgjigje e vonuar ndaj gjithë kësaj situate tani më të përkeqësuar, themi. Fatkeqësisht duhet ta them se ne si shtet në përgjithësi historikisht jemi më shumë reaktiv se sa proaktiv. Proaktiviteti është që para se të ndodhin gjërat të parashikohen edhe të jesh gati, jo pasi të ndodh. Çka të bëjmë tash? Na ndodhi. Domethënë edhe kur reagon në aspektin domethënë sa më shpejt, ti mundesh të bësh gabime, sepse vendimarrja për të marrë një masë si një masë tjetër është e limituar nga aspekti i kohës edhe rreziqeve të cilat mund ndikojnë pastaj në marrjen e një vendime. Jo rastësisht, domethënë gjatë krizave që nga pandemia, që nga lufta e Ukrainës atje, e më pastaj në vazhdimsi që kemi pasur ne vendimet që merren nga qeveritë tona është problematike sepse nuk e targetojnë drejt për së drejti të ketë edhe nuk e përcjellin deri në fund se sa janë të suksesshme këto masa. Pjesa tjetër është se sa marrim mësim nga krizat e kaluara. Çdo krizë në vetvete realisht
ofron një memorie organizative institucionale, që ne duhet marrim mësim nga këtë scenario dhe si të reagojmë ata që e tha më herët edhe kolegu. Një strategji mbarkombëtare, sepse çështja e energjetikës nuk është çështje që zgjedhet tash edhe kryhet, domethënë s'do kemi më kriza, vetëm këtë krizë ta tejkalojmë, kemi disa rezerva ti përdorim kështu me radhë. Kjo është domethënë një mendësi amatorëske që zguxon neve të na. Mirë, autoritetet tani lëvdrohen se kemi çmimet më të ulta në rajon se i përket derivateve të naftës. Po, është e vërtetë edhe kjo, më thonë, në aspektin e shteteve për rreth, më thonë, i kemi çmimet më të ulta, po ne çdo herë, më thonë, nuk duhet ta shohim vetëm çmimet e ulta janë veç produkti final, ti themi, i një mase caktuar të përkohshme. Ne duhet ta mendojmë atë qëndrueshmërinë afatgjate si shtet, ti shohim ato indikatorët makroekonomik në përgjithësi, qoftë në aspektin e deficitit tregtar, deficitit buxhetor brenda borxhet të përgjithshëm të cilën e kemi, inflacionin, mos na ndodh, domethënë që tash përmes këtyre cikleve, përmes mos menaxhimit mirë të na ndalet kjo rritje, sado e vogël që është, domethënë 2-3% rritjes ekonomike, punësimit nga ana tjetër, që shfrytëzojmë ndoshta teknologjitë informative që të arrisim produktivitetin që çdo herë për çdo studio televizive e kam thënë se kemi problematike. Të investohet në kapitalin njerëzor sepse nuk kemi ne tash nuk mund të shpikim naftën, po e kemi faktorin njeri me cilën duhet të gjejmë mënyra ndoshta të bashkëpunimit edhe me shtete tjera, me institucione tjera, të racionalizojmë të shpenzime, nëse blehet nafta, blehet energjia, të blehet me një konsorcium të shteteve me të cilën ndoshta do ta ulim çmimin për njësi. Kjo ulje e çmimit për njësi e ndihmon drejt për drejt edhe industrinë, tregun e përgjithshëm, e kështu ndihmohet edhe popullata më pastaj edhe shoqëria në përgjithësi. Domethënë, gjitha këto duhet ta kemi edhe një lloj për shembull, pasi që kemi një popullat të cënuar drejt për drejti, kur ka rritje të çmimit të energjencave, ndoshta do të ishte mirë që të ketë një mbështetje më shumë për transportin publik, për shembull. Ne edhe pa krizë kemi pas mungesë të autobusëve me cilën këto masa duhet të zgjerohen, mos të ngelemi vetëm tek ulja e TVSH-s dhe akcizave, por të përfshihen këtu edhe qytetarët, për arsye se shohim se kjo padyshim që ndikon në buxhetin e tyre. Është e patjetërsueshme, nuk duhet shiqohet vetëm një anshëm, nuk duhet shiqohet vetëm në sekuenca të shkurtra ose me disa elemente, po duhet shiqohet tërësia e përgjithshme edhe të shiqohet efekti. Domethënë tash nëse ne i ulim TVSH-n dhe ulim marzhën ndoshta të fitimit të kompanive që janë gatshëm, sepse ne jemi një popull, një shtet të cilët vazhdimsi kemi pasur kriza dhe jemi mësuar në farë mënyre të sakrifikojmë, të durojmë nga proceset të cilat na vinë, por qëllimi kryesor është që ketë një lloj diversifikimi në aspektin e furnizimit, një mbështetje të qytetarëve, sigurimin e autobusëve për transportin publik të jetë më efikas, mos të ketë nevojë të përdorim veturat, për shembull, edhe kjo e zvogëlon sasinë e kërkuar për lëndjekse, domethënë ose për naftë e benzinë. Kjo në mënyrë indirekte në atë kërkesën agregate të shtetit në përgjithësi e zvogëlon nivelin që ju lën hapësirë më shumë biznesit ta përdor. Sa më pak të ketë kërkesë për të energjencë, çmimi do të jetë edhe më i ulët, kështu që mendoj se arrihet një lloj balancimi brenda të këtyre momenteve kritike të krizës. Shpesh ju kemi dëgjuar duke thënë se qeveria para se ndërmarr masat të cilat i prekin si bizneset ashtu edhe qytetarët, është mirë të konsultohet me odat ekonomike, të cilat janë zëri i biznesit në vend. Më intereson se para se të ndërmerr këto masa, qeveria është konsultuar me odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore apo përsëri kompanitë janë gjetur para një akti të kryer? Duhet të jemi të sinqertë, sa i përket produkteve gjithsesi bukës dhe mielit e kështu me radhë, që ka të bëjë me prodhuesit e bukës gjithsesi, kemi qenë pjesë e atij takimi me Ministrinë e Ekonomisë, por në përgjithësi mendoj që qeveria përsëri është vonë. Unë do t'ju tregoj vetëm një shembull se çfarë ka ndodhur më herë dhe çfarë po ndodh tani. Me qeverinë e kaluar kemi pasur një betejë të themi në thojza, ku jemi munduar që t'i bindim që ngrirja e marzhave tregtare, ngrirja e çmimeve është koncept i gabuar, sepse ajo nuk e trajton problemin. Ajo vetëm e stopon
dhe nëse më duhet të shprehem kushtimisht, ajo luan rolin e digës ku e mbledh një grumull të madh të ujit dhe pastaj në momentin që ndërpriten ato masa, ai uji pastaj përsëri e bën vërshimin ndoshta edhe më të madh se që ka ndodhur më herët. E dyta është problemi se tregu i lirë është kategori kushtetuese dhe është e kundërlehtësme, është kundërkushtetuese që shteti në çdo krizë të vogël apo të madhe të intervenojë në treg duke ngrirë marzhat. Mendoj që kërkesa dhe oferta është balansuesi më i mirë. E dini teorinë e dorës së padukshme të Adam Smithit, ajo është një tregues shumë i mirë asoj se çfarë ndodh. Mirë po, më duhet të them që qeveria duhet të bashkëpunojë më tepër me odat ekonomike, jo vetëm me odën tonë, ne jemi të hapur për një bashkëpunim më të gjerë, sepse jemi njohësit më të mirë të problemeve reale të ekonomisë dhe të tregut në përgjithësi. E dini që Maqedonia e Veriut statistikisht ka dikun 750.000 punonjës, nga të cilët mbi 610.000 janë të punësuar në sektorin privat. Pra jemi palca, biznesi është palca e ekonomisë së vendit tonë, dhe të gjitha ato të hyrat në arkën shtetërore këtij buxhetit janë krye kaput nga biznesi, e pastaj një pjesë tjetër vjen nga sektorët tjerë, qofshin ajo shtetëror apo civile kështu me radhë. Andaj mendoj që neve duhet të jemi të parët të cilët duhet të konsultohemi. Për fat të keq kemi kërkuar që të konsultohemi dhe të ulemi në tryezë, ende nuk është realizuar ndonjë takim, por jemi optimist që do të ndodhë një gjë e tillë. Dua të tregoj edhe disa shembuj nëse më lejohet, nëse kam hapësirë kohore. Për shembull, me çfarë jemi duke u marrë ne si në këtë moment për menjanimin e krizës. Kemi shumë ligje, kemi shumë praktika shtetërore të cilat nuk janë në favor të ekonomisë së pare, pastaj janë edhe në dëm të bizneseve. Së fundmi kemi reaguar për një fenomen i cili është duke ndodhur, para mendoni ju, neve në kohë krizash, do të ndëlidhem pak edhe më që e tha parafolsi, neve në kohë krizash duhet të reagojmë. Nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk kemi qenë proaktiv më herët, nuk kemi krijuar struktura të mirëfillta ekonomike që do të na ndihmojnë që të tejkalojmë krizën. Dhe çfarë bëjmë? Kur na kap kriza, ne duhet të reagojmë, të gjejmë një solucion. Para mendoni ti, neve kemi një prodhues shumë të fuqishëm në vendin tonë, që është kompania antare e odës tonë, që prodhon produkte të caktuara të metalurgjisë, dhe para mendoni ai detyrohet që të paguaj TVSH dhe dogane kështu me radhë për importimin e materialeve për të prodhuar ato, ndërkaq të njëjtin produkt të cilin këta e prodhojnë, ata që importojnë të gatshëm nuk paguajnë me pretendimin dhe me pretekstin se jemi duke importuar lëndë të gatshme. Pra çfarë bëjmë ne? Në vend se ne në plan afatmesëm dhe afatgjatë të stimulojmë prodhuesit, ne i destimulojmë dhe i dëmtojmë me institucione, me ligj, krijojmë konkurrencë jo lojale dhe jo të shëndosh kafshë produktet tonë vendor. Andaj në këtë e kemi thënë edhe qysh në kohën e Covid, por edhe para saj. Neve duhet të kemi subvencione të shëndosha dhe mbështetje të shëndosh për prodhuesit vendor. Neve duhet bëjmë transformim energjetik. Neve nuk kemi duke punuar as pak aty. Transformimi i energjetikës si sektor i tërësishëm, tani më besoni apo jo, në Evropë, por edhe në rajon, është demode si temë, për shkak se ka ndodhur para 2-3 viteve, 4 viteve. Neve ende nuk e kemi fillu atë gjë, kemi një disbalans të asoj se sa prodhojmë dhe sa shpenzojmë, kemi mesataren më të lartë, tani nuk po flas vetëm për energjenset nga fosilet, po flas edhe për energjinë elektrike. Kemi një mesatare më të lartë të humbjes së energjisë gjatë distribuimit dhe transportimit, më të lartë nga ajo se që është në Bashkimin Evropian. Dhe kjo tregon që neve si shtet nuk kemi infrastrukturë të shëndosh. Ne si odë ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore jemi përfaqësues të Maqedonisë së Veriut në forumin ekonomik botror, ku përpilojmë së bashku dhe e kemi inkuadruar edhe Kosovën, edhe Maqedoninë e Veriut në ato raporte që kanë të bëjnë me konkurrentshmërinë, dhe kjo tregon që transformimin në infrastrukturë rrugore, në infrastrukturë energjetike e kemi më të ngadalshmin në rajon. Dhe kjo është një tregues i qartë mbi atë se çfarë çështje kemi. Institucionet duhet përsëri të ulen me odat ekonomike si njohësit më të mirë të problemeve reale të biznesit, dhe ju tregova që në rast se të kuren gjithandej mundësit për të bërë biznes, ngrihen marzhat tregtare. Ju kujtohet në vitin 2021 kishim ngrirje të marzhave tregtare ku edhe kapacitetet inspektuese të vendit tonë nuk kishin edhe njohuri për fatkeq se çka është marzh tregtare dhe çka është marzh e çmimit të fundit neto. Dhe kishte një disbalans. Çfarë ndodhi? Ndodhi që kishte të kurje të produkteve në raftet e marketeve. Pra
kompanitë nuk duan të tregtojnë me humbje. Dhe kjo është një problem shumë serioz. Andaj qeveria, institucionet, ministritë përkatëse, drejtoritë përkatëse duhet të ulin me bizneset dhe të krijojnë masa adekuate, sepse ju e dini, unë jam i tharë dhe jam shumë i njohur për opinionin ekonomik të vendit, që unë jam kritikues shumë i lartë institucioneve, gjithësisht i kompanive apo ndërmarrjeve publike. Ju e dini që para disa muajve kemi një ndërmarrje publike e cila është kredituar me 77 milion euro, ka hyrë në borxh pra në kredit, është pikërisht një ndërmarrje e cila në vitin e kaluar vetëm në 3 muajorën e parë ka shënuar humbje prej 30 milion euro. Pra neve kemi një thes të buxhetit të shkyer që thuhet në zhargonin qytetar, ku mjetet financiare të buxhetit, pra financa publike rrjedhin çdo ditë humben dhe askush nuk i trajton ato problematika, dhe kur ndodh një krizë menjëherë goditet biznesi. Unë mendoj që është një pasojë e një mendësie të sistemit të kaluar, për shkak se ende e sheh shteti biznesin vetëm si armik në momente të caktuara kur duhet vendosen masa populiste, ndërka në anën tjetër kur ka krizë goditet vetëm ajo dhe nuk shifet se çfarë ndodh në sektorët tjerë. Unë mendoj që me një shtet profesori nderuar i potencoj investimet kapitale. Unë merrem shumë seriozisht me investimet kapitale dhe në detaje i shoh. E ju e dini që në investimet kapitale futen edhe asetet për zyrat, për institucionet. Ato nuk janë investimet të reale të kapitale. Çfarë dobi i sjell ekonomisë në rast se ministritë të caktuara e ripërtrin parkun e automjeteve. Pra, nuk ka diçka, ju e dini që jemi më të ngadaltit sa i përket infrastrukturës rrugore për ta përshpejtuar ekonominë. Njerëzit ndoshta nuk... Edhe pse i gjithë fokusi është tek investimet në infrastrukturë, apo pikërisht. Kur flasim për investime kapitale, mendojmë menjëherë investime në asfalt, që po edhe nëse është edhe profesorit duhet të kemi inovacione, të kemi startup. Po ju e dini që neve kemi pasur fundin për inovacion dhe zhvillim teknologjik. Ju kujtohet, ka shpenzuar qindra miliona euro, neve nuk jemi të njoftën për ndonjë inovacion në vend. Statistika tregojnë sipas Forumit Ekonomik Botror, këtë nuk e thot Durim Zeqiri apo Oda Ekonomike, këto janë dokumente shumë zyrtare dhe shumë kredibile në nivel lokal por edhe ndërkombëtar. Maqedonia e Veriut ka 0 patenta për inovacione gjatë 4 viteve të fundit, po flas në tregjet e huaja. Kjo tregon që neve shpenzojmë para atë që e thash më herët, por nuk kemi rezultat. Neve kemi pasur edhe ligjin për mbështetje dhe vazhdon të jetë ligji për mbështetje financiare të investimeve. Cili është efekti? Është bën ndonjë matje e atij efektit, edhe pse jemi pro subvencionime dhe mbështetje të prodhuesve vendor. Atë gjithsesi, por mendoj që jemi duke krijuar një varësi dhe një mindset shumë jo të duhur për ekonominë tonë, që shteti t'i subvencionoj. Besoni që bizneset shpesh herë janë me duar të lidhura, ata kërkojnë që t'u hiqen ato pranga kushtimisht nga duart që të veprojnë, nuk ka nevojë shpesh herë edhe për subvencione. Jemi shteti sipas përsëri indeksit global të konkurrenshmërisë. Jemi shteti në rajon që kemi ndërlidhje me infrastrukturat e shteteve përreth më të dobët në vend. Ju e dini, Republika e Kosovës na ka ardhur deri në kufi me autostradë, neve nuk jemi në gjendje të realizojmë projekte diku 18 kilometra. Ju e dini që kemi lidhje infrastrukturore super moderne, të themi, me shtetet me të cilët kemi deficit të thellë tregtar. Ne praktikisht jemi vetëm një urë mes dy ekonomive më të fuqishme në Ballkan, mes Serbisë dhe Greqisë. Korridorin të cilin neve e kemi në dispozicion, faktikisht neve nuk mund ta kapitalizojmë për shkak të mendësisë të gabuar që e kemi, dhe dua të ndërlidhem, kërkoj nëse e zgjata, dua të ndërlidhem edhe me atë se sa u është bërë dëm kompanive në transformim dhe në fuqizim të kapaciteteve konkurruese. Kemi konceptin e zonave teknologjike industriale të vendit tonë. Ata bëjnë çmos për t'i marrë punonësit më të mirë të vendit, sepse kanë subvencione të majme. Ju e dini, kanë subvencione dhe janë të liruar nga tatime të ndryshme për 10 vite. Pra marrin toka me koncesion me 1 euro për metër katror. Janë të subvencionuar në kontributet e pagave. Dhe ata çfarë bëjnë? I marrin punonësit më të mirë, i punësojnë aty. A ka dhënë llogari ndonjë kompani e cila është mbyllur dhe të paguajë penale deri sot? Neve nuk kemi ndëgjuar, edhe pse ligji dhe kontratat e parashojnë një gjë të tillë. Pra çfarë ndodh? Tani më së fundmi, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore e ka denoncuar dhe e ka nxjerr rastin në gjykatën kushtetuese përsëri. Kemi ankimuar që
të eliminohet ligji i cili neni i ligjit për zonat industriale e teknologjike, i cili u mundson kompanive të cilat janë në zona tani të mund të shesin edhe në tregun vendor. Atëherë çfarë po i bëjmë në ekonomisë tonë? Do t'ju tregoj statistikisht për të qenë për dëgjuesit dhe shikuesit më e qartë, eksporti jonë ndikon është rreth 8.5 miliardë euro në nivel vjetor mesatarisht përplas viteve të fundit, nëse ka shënuar ndonjë rritje apo jo. Ju e dini që 4.1 miliardë euro nga eksporti vjen nga zonat teknologjike industriale. Dhe këto zona janë kundër parimeve të Bashkimit Evropian. Në momentin që neve fillojmë negociatat për antarësim, këto zona duhet të fillojnë të mbyllen nga ata. Çfarë ndodh? Nga 8 miliardë euro e gjysmë eksport apo 9 miliardë euro, neve do të bijmë në nivel prej 5 miliardë euro, që do të jemi të fund sa i përket rajonit. Dhe kjo është problem shumë serios. Neve nuk kemi përfituar shumë nga përveç të themi të kurjes minimale të papunësisë në vendin tonë. Neve nuk kemi përfituar shumë për shkak se statistikat tregojnë reinvestimi i ndodh në vendin tonë. Mirë, por neto fitimi kthehet nga ato kompani tek shteti jam i tyre dhe kjo tregon se neve jemi ata janë duke shfrytzuar, janë duke eksploatuar vendin tonë, gjitha resurset dhe gjitha mekanizmat të cilat janë në shërbim të tyre, ata pra edhe për lëndë e para nuk paguajnë tatime kështu me radhë dhe dogan. Dhe çfarë ndodh? Neve jemi duke dëmtuar konkurrencën në shëndosh të vendit tonë, e cila realisht është palca e ekonomisë, dhe mendoj që kjo tregon për qasjen jo shumë të mirë të shtetit tonë. Dhe mendoj që strategjia nacionale për zhvillim, të cilën u soll në vitin 2025, ju kujtohet, duhet të përmirësohet me kohë që të inkuadrohen të gjitha këto elemente të cilat i potencova me qëllim për të krijuar një ekonomi të shëndetshme. Në të kundërtën, mendoj që nuk ka ndonjë perspektivë shumë të madhe ekonomike. Bashkimi Evropian është i mirë për tregun tonë, po e dini që në momentin që hapen dyert në Bashkimin Evropian, hapen dyert edhe për konkurrencën e jashtme për të ardhur këtu, për t'i dominu pozitat e kompanive tona ekzistuese dhe pastaj çfarë kemi bë dëm vetvetes dhe ekonomisë tonë. Kur jemi te zonat që i përmendën, nga ana tjetër ne kemi zonën industriale të Fisbekut, e cila shumicë janë kompani vendore, ndërsa të gjithë dim për fat keq se në çfarë gjendje është infrastruktura atje. Mirë, po të kthehemi prapë në temë, përmendë pak më herët kufizimin e marzhës. Dje kryeministri deklaroi se do të analizohet 2 muajt e fundit, nëse ka pasur lëvizje të çmimeve të produkteve ushqimore për 10%, do të ketë masa për ato produkte. Mbeten ende në qëndrimin se do të jeni kundër edhe kësaj mase, e cila në një farë mënyre do të ndikojë në treg. Unë së pari vlerësoj që Komisioni për mbrojtje të konkurrencës duhet të jetë më i pranishëm, sidomos në këto situata, të sheh në rast se ka ndonjë pozicion dominues të ndonjë subjekti apo të ndonjë sektori kashë sektorëve të tjerë për të menjanuar të njëjtën. Ndërkaq me këtë qeveri para disa muajsh, mos të them, ndoshta i ka një vit, ku edhe ata u bindën pastaj që të mos ketë ngrirje të çmimeve dhe tani është paksa paradoksale kur e ndëgjon se përsëri duan të sillen masa të tilla të ngrirjes së çmimeve dhe të marzhave. Kjo mund të ndodhë në rast se kriza është shumë e thelluar, por nuk është në nivelin siç ishte në nivelin 2020 ku duhet të ngrihen marzhat. Mendoj që ende ka hapësirë për të manovruar me mekanizma të tjerë dhe jemi kundër këtij koncepti të ngrirjes së çmimeve, jemi gjithsesi për të ndihmuar kompanive dhe qytetarëve që të ketë ulje të çmimeve, mirë po ngrirja e marzhave, qofshin ato tregtare, qofshin ato të çmimeve të fundit e kështu me radhë, unë mendoj që është qasje e gabuar, e argumentova edhe më herët, është kategori kushtetuese, është tregu i lirë dhe në rast se nuk i lejon bizneset dhe ekonominë të dirigjohet nga kërkesa dhe oferta dhe të intervenon dora e shtetit në ekonomi, mendoj që është edhe destimulative për ekonominë në përgjithësi, për brezat e ri që duan të bëjnë biznes e kështu me radhë. Profesor, cili është qëndrimi juaj në lidhje me kufizimin e marzhave të cilën po e paralajmëron qeveria, e cila pritet që të ndërmerr me siguri gjatë periudhës në vazhdim? Po ne ato të cilën e tha, kolegu më herët, ne kishim një rast kur në kohë krize shkuam me strategjinë edhe me masën e kufizimit të marzhave. Po nga ana tjetër, sa institucionet ishin efikase dhe efektive për t'i monitoruar, kontrolluar dhe dënuar ato keqpërdorës të zinxhirit furnizues, qofshin ato, domethënë, markete, qofshin shitje me shumicë e kështu me radhë,
që kanë në një farë mënyrë kanë keq përdorur këto masa. Prandaj unë mendoj se para se të arrijmë, domethënë masa e kufizimit të çmimeve, ata që thamë ne jemi në një ekonomi liberale. Ekonomia liberale nuk e toleron kufizimin sepse kufizimi i marzhës duhet bëhet në mënyrë indirekte, të themi, të krijohet një lloj mendësie që të shpërndarjes edhe përgjegjësisë shoqërore nga të gjithë, por në qoftë se përgjegjësia shoqërore bjen vetëm në si barë vetëm për biznesin dhe shteti nuk e ndihmon, nuk e lehtëson, qoftë ajo përmes subvencioneve, po subvencione reale dhe të targetuara, jo të gjëra, të përgjithshme. Sepse shumë kemi pasur raste, fatkeqësisht e them, që subvencionet i kanë shfrytzuar kompanitë të cilat nuk i kanë probleme, janë kompani të mëdha, janë kompani me kapacitete, kriteret që vendosen tek ata subvencione nuk rishiqohen, domethënë nuk marrin mësim nga ato gabimet të cilat duhet targeti të jetë qoftë politika fiskale, qoftë te masat të jetë ato grupe më vulnerable të cilat domethënë kanë ndjeshmëri më të lartë ndaj këtij çasti. Domethënë që ajo mendësia shtetërore se ne jemi këtu për ta ndihmuar biznesin, për ta ndihmuar qytetarin, për ta ngritur edhe për ta mbrojtur mirëqenien sado që të jetë, domethënë në këtë niveli, kjo duhet të përçon, por të përçohet si mesazh përmes masave, por ky mesazh unë mendoj se nuk përçohet me fjalë, nuk përçohet vetëm me deklarata. Kjo duhet ta sheh qytetari, ta sheh biznesi se me të vërtet momentet kur kemi ne më së shumti nevojë e kemi shtetin që pastaj në mënyrë vullnetare edhe ata domethënë të ndihmojnë, të sakrifikojnë prej marzhës së fitimit dhe të mos jepet hapësirë se në qoftë se shiqoni, ajo është sikur shembulli i një modhe të kalbur në cila i kalb të tjerat. Në mënyrë natyrshme, sepse njerëzit si qenja janë qenje të krahasueshme me tjetrin. Në qoftë se një biznes, një kompani e bën një lloj, ti themi një lloj mashtrimi, një lloj eksploatimi të një situate të caktuar, edhe nuk dënohet nga shteti, nuk largohet si molla e kalbur, e cila duhet të ketë sanksione nga mekanizmat inspektues, atëherë fillojnë edhe kompani tjera sepse krijohet një konkurrencë jo lojale. Kjo konkurrencë jo lojale më pastaj e vjen në një situatë të padëshiruar edhe atë biznes i cili dëshiron që të jetë me të vërtet në vijë, të jetë të respekton ligjin, të ketë gjithçka të formalizuar, domethënë mos ketë ekonomi formale e kështu me radhë. Prandaj shteti është këtu për të siguruar rregullat e lojës. Në qoftë se rregullat e lojës janë të drejta spari, gjithëpërfshirëse dhe ju japin hapësirë në momente të menaxhimit, domethënë në momente të krizës ju japin atyre të cilët kanë më së shumti nevojë, duke i ranguar këto. Po në këtë pjesë unë mendoj se mungon ajo pjesa e analizës parit, ta dim se cili është ky lloj rangimi, kush janë ata të cilët kanë nevojë. Nëse i lihet në mënyrë arbitrare të vendos individi, domethënë pa një lloj inputi të një analize të një evidence based, një argumenti bazik se mbas të cilit është përzgjedh ky lloj kriteri të kësaj mase, cilat janë efektet e kësaj mase, të ketë vazhdimsi nëse gabohet në 3 muajt e parë, mos vazhdohet me 6 muaj. Domethënë gjitha këto mendoj se krijojnë pastaj atë lloj sinergjie pozitive, ti themi, që gjithë të kontribuojnë nga pak. Dhe kështu bashkimi e bën fuqinë, thuhet, domethënë te kalohet më lehtë kriza, që të jetë të gjithë nëse kemi humbje, po të kemi humbje më pak se sa ato humbje nëse janë vetëm në barrën e biznesit ose në barrën e konsumatorit final. E dim se forcimi i sistemit antimonopol padyshim se në mënyrë efektive rregullon tregun. Mirë po, në një farë mënyrë shohim se qeveritë ngurojnë të përforcojnë këto kapacitete, përmendi edhe zoti Zeqiri pak më herët edhe Komisionin për mbrojtje të konkurrencës, të cilin për fat të keq nuk kam dëgjuar në lidhje me këtë krizë ka dalur me ndonjë qëndrim. Sikur i kemi pasivizuar, sikur edhe nuk i dim që ekzistojnë nga pasiviteti i tyre në këto raste. Ne dim, domethënë edhe qytetari më i thjeshtë e kupton se ka diçka këtu. Domethënë sa marrëveshje të fshehura mes tregtarëve bëhen edhe nuk intervenohet në mbajtjen e çmimit të një produkti pa më parasysh çfarë niveli është. Prandaj, domethënë duhet shiqohen, ne s'kemi nevojë shumë të shpikim gjëra. Ti shohim shtete të tjera
mekanizma tjerë, si zhvillojnë, si kanë arritur popuj tjerë, domethënë shtetet tjera të mbajnë një lloj balansi mes këtyre parametrave, në atë mënyrë ne të veprojmë, të implementojmë në kontekstin tonë dhe mendoj se do kemi zgjedhje më të qëndrueshme dhe më të pranueshme tek e fundit për gjithë stakeholderët ose tek ata të cilët ndikojnë. Zoti Zeqiri, së fundmi Ministria e Ekonomisë ka realizuar një raport prej periudhës 1 shkurt deri më 1 prill, ku është evidentuar se çmimet e shitjes janë arritur për 0.43%, ndërsa të furnizimit me 1.01%. Në të njëjtën kohë marrja e fitimit është ulur nga 16.28% në 15.8%, duke pas parasysh se një pjesë e rritjes së kostove është absorbuar nga tregtarët me qëllim ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në treg. Sa korrespondon kjo me realitetin? Mendoj që këto, nëse janë të dhëna zyrtare, nuk mund të kontestohen. Dhe jemi i thartë asaj që të krijohet një besim më i fuqishëm tek institucionet, për shkak se njëri prej problemeve të cilin neve kemi si ekonomi, si shtet, si shoqëri, është edhe besimi i ulët i palëve, i qytetarëve, i bizneseve ndaj institucioneve. Por nëse ky raport është zyrtar, neve nuk do ta kontestojmë. Numrat të cilët i lexuat ju nuk janë numra shumë të lartë të rritjes së çmimeve dhe të inflacionit, mendoj që korrespondojnë me mesataren normale që kemi pas për gjatë viteve të fundit, po ju e dini se prapë do duhet kthejmë te kapacitetet prodhuese vendore. Në vitin 2020 kishim një inflacion për dikun 17%, varësisht nga raportin të cilin e lexojmë. Dhe nga ajo pastaj përsëri filloi inflacioni me 2%, 3%, 1.6% e kështu me radhë për gjatë viteve që vijuan. Kjo tregon që nuk kemi pasur normë negative të inflacionit siç kishim në vitin 2008, pas vitit 2008 krizës financiare, kishim vitin 2009-2010 ka pas disa kvartale që ka pas normë negative të inflacionit, që është e mirë për ekonominë tonë. Kjo tregon që çdo herë që e ngrisim në një stad më lart, ngelim aty me çmimet dhe nga aty e fillojmë sikur të jetë nga zero. Kjo është një problem shumë serioz. Ministria e Ekonomisë dhe Punës duhet të jetë aktive në përmirësimin e tregut të vendit dhe gjithashtu u potencuan edhe inspektorati i tregut e kështu me radhë. Mos pasja e kapaciteteve për të monitoruar tregun nuk nënkupton që duhet sjellin ligje nene, duhet të sjellin për shembull vendime me fuqi ligjore e kështu me radhë për të intervenuar atë treg. Duhet të përmirësohen kapacitetet, e potencoj profesori. Në rast se ka shkelje në plan individual, nga disa kompani, nga disa individ, ata duhet të dënohen dhe të marrin dënimin e merituar sipas ligjit dhe sipas konform gjithë kësaj kornize ligjore me të cilën ne punojmë dhe korrespondojmë. Në rast se nuk ndodh kjo, atëherë i bie që faji në fund të fundit është tek institucionet. Neve jemi koshient që kemi biznese apo kemi individ të caktuar që bëjnë shkelje në treg, jo rastësisht Banka Botërore tregon që niveli i ekonomisë jo formale në mashininë e veriut është 32% e GDP-s, e konvertuar në euro, ajo është dikun 6 miliard euro. 6 miliard euro nga të cilat nuk mund shteti të kapitalizoj 100%. E potencuat për shembull më herët edhe zonën e Vizbegut, zonë me biznese skajshmërisht formale, kontribon në GDP-n e vendit me 8%, por nuk kemi zonë industriale në vend që kontribon më tepër se zona e Vizbegut, por të shkretit nuk kanë as asfalt. Paramendoni ju, ndriçim jo se jo, por edhe kanalizim të ujrave të zeza septik nuk kanë ata. Janë duke vepruar me kushte të mesjetës, ndërkaq që janë biznese që mbajnë mira punonjës me punë, që ndihmojnë shtetin, që e plotësojnë arkën shtetërore. Kjo tregon që institucionet nuk duan, por mungon një strategji që e potencuam më herët, që do t'i detyrojë ata të veprojnë në këto fusha. Andaj mendoj që edhe Ministria e Ekonomisë, por edhe ministri tjera përkatëse të cilat kanë të bëjnë me kontrollimin e mirëqenies socio-ekonomike të vendit, edhe mirëqenien sociale, duhet të inkuadrohen gjithashtu qeveria, gjithashtu edhe kapacitetet akademike, universitetet e kështu me radhë. Edhe ata duhet të jenë pjesë e procesit. Neve për fat të keq, ne si odë ekonomike kemi qenë pjesë e shumë strategjive dhe shumë dokumenteve punuese. Shumë pak nga
mos themi kemi shumë universitete eminente në vend të cilët nuk kanë qenë të ftuar në grupet punuese për çfarë lloj strategjie. Këtu duhet të jenë po ashtu edhe universitetet, profesorët të cilët kanë ekspertizë të shquar në lëmit e tyre dhe të vinë të kontribuojnë. Bizneset gjithashtu. Bizneset ju e dini se ata janë të orientuar drejt fitimit dhe drejt rritjes dhe zhvillimit. Unë do t'ju tregoj statistikisht përsëri, do t'ju thirrem numrave. Sa i përket bizneseve që gravitojnë në odën ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, investimet në nivel vjetor nga kompanitë që ne i përfaqësojmë janë dikon nga 300 deri në 500 milionë euro, varësisht nga viti dhe varësisht nga tendencat. Ju e dini që të gjitha kompanitë tani më kanë dronë që t'i realizojnë këto investime, se nuk e din si shteti do të reagon, çfarë masa do të sjell, cilat do të jenë reperkusionet që do të duhet ata t'i paguajnë në rast se shteti sjell masa të cilat neve ende nuk i kemi ndëgjuar. Kjo është e para. E dyta, ju e dini që kemi një problem shumë të theksuar në vendin tonë ku institucionet publike për shkak të një neni të caktuar në ligjin për përmbarim nuk e kthejnë borxhin tek bizneset. Paramendoni sikur të ishte e kundërta, sikur një biznes t'i ketë borxh shtetit. Ato janë çështje orësh kur ata detyrohen që t'i kthejnë mjetet. Ndërkaq neni i mbron institucionet dhe kompanitë publike që të mos u kthejnë borxhin bizneseve private. Dhe kjo çfarë ndodh? Kjo është edhe më tej pasigurinë. Andaj që mos ta zgjatim edhe më tepër, problemi është serioz, duhet qasje universale. Pajtohem plotësisht me profesorin ku tha që në rast se ka ndonjë bare e cila duhet bartet në supe, duhet të distribuohet në mënyrë proporcionale tek të gjithë akterët e vendit dhe jo vetëm të bie çdo herë siç janë duke e goditur vetëm biznesin me qëllim që të mos humbim poena politik karshi votuesve të cilët në fund të fundit votuesit janë ata të cilët më së shumti janë të punësuar në sektorin privat e jo në atë publik. Profesor, tregtarët në vend kanë paralajmëruar se kriza aktuale do ndikojnë në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore me rreth 5 deri në 6%, duke pas parasysh se disa kompani kanë hequr dorë edhe nga një pjesë e fitimit me qëllim që mos ketë rritje drastike, mirëpo duke pasur situatën e cila po zhvillohet në lindjen e mesme ku kemi furnizim të paqëndrueshëm të themi të derivateve të naftës, sa ekziston rreziku që në muajt e ardhshëm të kemi rritje të çmimeve. Parashikueshmëria varet nga faktorët edhe nga informatat të cilët na vijnë. Domethënë, unë nuk dua të koncentrohem shumë në faktorët pa kontrollueshëm që nuk kemi efekt edhe t'i flasim. Ato janë vetëm për analizë, për përcjellje, monitorim se deri sa do të jetë niveli i ndikimit të tyre dhe ne çdo herë të jemi të paktën tash kur veçmo jemi në këtë lloj krize, mos ta humbim atë pjesën e besueshmërisë institucionale të atyre pak bizneseve të cilat i kemi vendore. Domethënë të krijojnë një besueshmëri sepse tërheqja e bizneseve nën kupton mbyllja e bizneseve nën kupton më pak produkte. Kur ke më pak produkte në treg ke çmime edhe më të larta. Kur kemi çmime më të larta, domethënë xhepi i konsumatorit ose i qytetarit final i cili konsumon një të mirë ose një produkt ose shërbim, ai do të jetë domethënë me buxhet më të kufizuar me më pak produkte për të njëjtën, i rënduar shumë tej mase që në fakt kjo do ta ulë edhe çështjen e konsumit. Çdo ulje e konsumit, domethënë ulje e prodhimtarisë, ulje e vendeve të punës. Domethënë mos shkojmë në drejtim të stagflacionit më pas, domethënë ku do të kemi edhe jo rritje ekonomike, jo vetëm ulje të punësit, inflacion të lartë nga gjitha anët, ku ne e dimë se çdo herë kur kemi inflacion të lartë, domethënë edhe investimet janë më të mëdha. Brenda shtetit papunësia domethënë zvoglohet ose punësimi rritet sepse kemi investime, ka një lloj multiplikatori ekonomik që sjell të mira për ekonominë nacionale. Prandaj, një prej qëndrimeve kryesore institucionale të shtetit është, domethënë, që ta ruaj këtë besueshmëri, këtë përkrahje të institucioneve, por kjo thash, të jetë jo vetëm e shkruar në letër, jo vetëm deklarata publike,
por të shifen me vepra, sepse ata që e tha dhe kolegu më herët, edhe qytetarit, qofse frigohen nga politikat të cilët janë rekuperuese për ekonominë nacionale, ndoshta edhe me, si të them, me dëme dhe sakrifica momentale, në afat gjatë, në qofse ne vazhdojmë vetëm me politika populiste, ne në fund prap qytetarit do t'i kthehemi me pa rezultate. Çka do të ofrojmë para tyne? Do thonë, më mirë është ndonjëherë të hyjmë në një operacion ta shpëtojmë, do thonë, gangrenën nëse duhet edhe kamën ta largojmë, vetëm ta shpëtojmë gjithë trupin. Është në këtë prizmë të shohin gjërat, inkuadrimi, do thonë, i profesionistëve, të cilët jam pasiv. Unë vim nga sfera akademike dhe shoh se shumë pak nga institucionet shtetërore janë të interesuar shumë rrallë nga ekspert fushave të cilët janë potenciale në vend, do thonë punojmë punime, hulumtojmë për tema caktuara, qofshin politikat fiskale, pasi që jemi të aspektit ekonomik, qofshin monetare tjera, do thonë janë pak kontributdhënës si lloj këshillimi të politikave qeveritare, sepse është diçka tjetër qeveri, parti politike brenda të menaxhosh me shtetin, edhe është diçka tjetër kur ti pjesën më vitale të shtetit që po pret se prej tyre dalin student, dalin profile, dalin fuqi punëtore, përgatitur, prej atyre nuk merr drejt për së drejti, nuk janë pjesë përfshirë të komisioneve me cilën do të japin një lloj orientimi, edhe do të ketë politika të bazuara në argumente dhe do të japin efekte. Domethënë sepse kjo është një model jo i shpikur nga ne këtu që po flasim, do thonë inkuadrimi i stakeholderëve, qoftë akademisë, qoftë odave ekonomike brenda, qoftë më pastaj, sepse ne mund të japim edhe ide të cilat janë ndoshta mund na akuzojnë sepse flasim, sepse nuk jemi në pozicione ku kemi limite, ku kemi buxhete. Në qoftë se nuk mund ta shpëtojmë ose ta përmirësojmë me shkop magjik të gjithën, jam i sigurt, kam bindjen e plotë se do të zvoglohet niveli i ndikimit edhe të realizimit suksesshëm të politika dhe masave qeveritare. Zoti Seqiri, ju jeni përfaqësuesi i odës ekonomike, ku ka dhe kompani serioze të industrisë ushqimore. Nëse mundi shkurt, a keni apo jo ndonjë informacion se mbyllja e ngushticës së Hormuzit, por edhe rritja e kostove të transportit mund të ndikojë që të kemi mungesë të ndonjë produkti specifik në vendin tonë? Vetëm shkurt se jemi në fund të emisionit. Vetë ekzistimi i odave ekonomike dhe antarët që janë në oda ekonomike tregon për një formalitet të lartë dhe të shquar të kompanive tona. Deri më tani nuk kemi paralajmërime të tilla nga kompanitë antare tona, por në rast se kriza vazhdon të thellohet, ndërkaq masat janë jo adekuate dhe reagimi institucional është i gabuar dhe jo adekuat, mendoj që përsëri kompanitë tona nuk do të bëjnë një gjë të tillë, por mund të shpihet deri tek një disbalanc i ofertës së atyre produkteve në vend. Por mendoj që duke qenë se oda ekonomike e Maqedonisë Veriut Perëndimore, por edhe oda tjera tani më janë faktorizuar shumë dhe kjo vjen për fat të keq nga mos pasja e kapaciteteve të mirëfillta shtetërore për të menaxhuar me krizën, dhe çdo herë odat ekonomike në këtë periudhë janë duke ardhur në shprehje dhe në pa. Vlerësoj që do të ketë një menaxhim më adekuat të kësaj krize dhe përsëri do të kthejmë te disbalansi i cili është duke ndodhur, pra bara bie në një sektor të caktuar, në sektorë të tjerë nuk ka. Ju e dini që sektori financiar është sektori me fitime më të larta, ndërkaq një informacion të cilin sapo e kam marrë dhe është zyrtar, bankat gjithsesi 45% të fitimit të tyre e kanë nga shërbimet administrative që japin, pra jo nga lëshimi i mjeteve financiare në treg. Mendoj që edhe aty shteti pak dhe Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës duhet të troket edhe në dyert e atyre që të shohin se si mund t'i anashkalojmë. Nuk flas që të marrin paratë të tyre peng, por me një farforme t'ju krijojnë edhe atyre mekanizme që të lansojnë para më tepër në treg dhe kështu të balancohet gjithçka, dhe një kërkesë të cilën unë e kam si drejtori odës dhe si përfaqësuesi i këtij institucioni, është që të shqyrtohet mundësia pas çdo krize të cilën do ta tejkalojmë, dhe shpresojmë se do ta tejkalojmë shumë shpejt, të krijohen mundësi të reja për biznesmen të ri, për t'i plotësuar ato, të themi, gropa ekonomike të cilat i kemi, për shkak se e dini që ekonomia jonë për fat të keq nuk është shumë e diversifikuar. Dhe kur kemi ekonomi të centralizuar dhe jo të diversifikuar, jemi të themi më lehtë bëhemi
pre dhe viktim e këtyre krizave që ndodhin nga jashtë. Kjo do të ishte ndoshta ajo që do ta kisha përçuar si mesazh për shikuesit, që të mos kenë ndro nga kompanitë serioze të vendit, por të kenë ndro dhe të jenë asistent të bizneseve të shtetit në parandalimin e ekonomisë jo formale dhe ekonomi ngrirë, e cila është në normë shumë të lartë. Profesor, shkurt për fund, sa metën që sa është e realizueshme parashikimi i qeverisë për inflacion prej 2.5% për këtë vit dhe rritje ekonomike prej 3.8%? Parashikimi i qeverisë në lidhje me inflacionin dhe rritjen ekonomike është padyshim se është i matur në disa indikatorë. Po indikatorë çdo herë merren në një trend i cili me atë parimin ceteris paribus ku janë të pandryshueshëm, vetëm një faktor mund të ndryshon dhe mbas të asaj merret gjitha jo vetëm parashikimet e maqinerisë veriut, po i shohim edhe në raportet e OECD-s, edhe raportin e Bankës Botërore. Në gjitha raportet këto numra janë evident. Për herë të parë ndoshta qeveria po parashikon pak më ulë se sa parashikimet të cilët vijnë nga jashtë. Kjo nuk kupton një lloj qasje serioze në aspektin e parashikimeve, por prapë këto parashikime për të realizuar, duhet të jemi koshient ndaj situatave të cilat vijnë nga kozgjatja e krizave, gjerësia e krizave të cilat mund të ndodhin, dhe si të dalim mbrojtësit më të mirë të ekonomisë nacionale përmes masave të cilat i marrin, qofshin ato monetare, fiskale, përmbajtje, subvencione kështu me radhë. Nëse nuk ke çfarë të shtosh mbi inflacionin dhe rritjen ekonomike? Veç do të them, çdo rritje ekonomike që është nën 4.5%, besoni që është mos them e pavlefshme, por nuk ka ndonjë pjesë signifike të themi për ekonominë. Kërkesa jonë si odë ekonomike është që të kemi spaku një vazhdimësi së paku prej 5 viteve me rritje mbi 4.5%. Atëherë do të shihen rezultatet reale në treg dhe tek qytetari, pa do të rritet standardi i qytetarëve skajshëm dhe dukshëm, dhe anën tjetër kemi rritje prej 3.8%, ndërkaq rritjet e inflacionit 2.1% apo kështu me radhë. Po rritja e vetë inflacionit tregon për një rritje jo reale edhe të vetë ekonomisë. Kur rriten çmimet nuk kupton që ka pasur fluks dhe qarkullim më të madh të mallrave dhe të produkteve. Kjo është një mit i cili duhet të thyhet dhe të bëhet më e qartë për ata të cilët nuk janë ekspert të fushës ekonomike, por që të dinë. Dhe mendoj që kjo duhet të jetë realja për ekonominë tonë. 4 vite, 5 vite me radhë me rritje mbi 4.5%, atë do të shihen edhe efektet me njëherë edhe në xhepin e qytetarit të rëndomtë. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, këto është edhe fundi i këtij emisioni. Juve ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.